nuk është që e kam ti e din, sepse ta kam thënë, edhe nuk është që e kam bërë kështu publike që do kisha dash të futem në gazetarinë e politikës, po që më ka pëlqyer gjithmonë politika. Unë në fakt kur kam nisë edhe me drejtimin komunikim ndërkombëtar, kam nisë me idenë që më shumë ndanoj nga shkencat politike. Po që me kalimin e kohës, vendosa gazetaria mbas. Çka ti është politika? Kjo është shumë interesante, sidomos politika në Maqedoni, politika e aventurave në përgjithësi, ka shumë dinamik, sepse ti të pëlqen dinamik. Po, për dinamik sidomos më kohët jemi të fundit, dinamika është e paparë këtu në Maqedoni në sferën e politikës. E vërtet, ka dinamik, por që rrotullohemi në vend, nëse mund ta them këtë, në politikën tonë. Domethënë, kemi shumë dinamik, por që rrotullohemi aty në vend edhe gjithmonë edhe në gazetari, kur u futa edhe në gazetari, edhe në këtë drejtim, edhe në shkenca politike, gjithmonë kam shkuar me mendimin që dua të hyj një profesioni që të bëj ndryshime në vend. Edhe pse mendoj që çdo profesion mund të bëjë ndryshime, mësuesi bën ndryshime, doktori bën ndryshime, polici bën ndryshime, por që me këtë ide sigurisht hyra dhe normal që ndryshimet më të mëdha ku mund të bëhen në politikë. Por që duke e parë edhe politikën se si funksionon pak a shumë, sidomos këtu te ne, vendosa, po e marr anën tjetër, gazetarin, që edhe më shumë besoj që mund të bëhen ndryshime, nëse i përkushtohemi, nëse gazetaria do ta